njerëzit duan të ikin. Të dhënat e instatit, por jo vetëm të dhënat e instatit, biseda formale, po jo formale, me miq, ne dëgjojmë shpeshherë fjalin që fëmia të shkojë në klasë të 9, të mbarojë për atë high schoolin që dhe të shkojë me studime, le të bëjë një universitet jashtë dhe besoj të themeloj jetën atje. Pra nuk është më ai emigracioni dikurshëm për të gjetur një punë jashtë, për të sjellë lek në shtëpi dhe për të investuar këtu. Ka filluar një emigracion i brezit të ri dhe i njerëzve potenciali, tregu të punës, të ikim nga ky vend sepse këtu nuk ka siguri. E para si e shikoni ju këtë moment dhe e dyta, çfarë do t'ju thoshit këtyre njerëzve që për një arsye ose për një tjetër vendosin t'ikin, mërziten, lodhen, nuk ja vlen më mirë punoj një punë të rëndom ta ndej, po jam më i qetë ndoshta. Si do t'i thoshe një shqiptarit të tillë? So, the first thing that we all have to accept, Mirella, is that emigration is one of the biggest problems facing this country. Right? Mirella, gjëja e parë që të gjithë ne duhet të pranojmë është se emigracioni është një nga problemet më madhore me të cilët përballet vendi. Shifrave nuk I shmangemi dot dhe nëse klasifikojmë vështirësitë e vendit, emigracioni do të ishte ndër të parat. Pra duhet të fillojmë duke I pranuar problemet që hasim. Emigracioni ka shumë arsye, po ndodh në shumë vende të Ballkanit dhe mbase jo vetëm në Shqipëri, por është qartësisht vështirësi madhore. Nëse je në pozitë drejtuese në këtë vend dhe ke 4 apo 5 pika që kërkojnë vëmendje, emigracioni duhet të jetë njëra prej tyre. Interesi kombëtar I vendit është thithja e trurit dhe jo ikja e trurit, dhe që sa më shumë njerëz të qëndrojnë dhe jetojnë këtu. Por pika kyçe është se njerëzit duhet të shohin se kanë mundësi ekonomike, që fëmijët e tyre mund të kenë jetë më të mirë se e vetja, sepse bota ku jetojmë është shumë më e lëvizshme, ku njerëzit mund të lëvizin shumë më lehtë krahasuar me 20 apo 30 vjet më parë. Pra njerëzit mund të zgjedhin për jetën e vet. Në anglisht themi votojnë duke I dhënë këmbëve. Sot njerëzit mund të votojnë duke I dhënë këmbëve. Qeveria dhe institucionet duhet të kenë shumë kujdes këtë dhe të bëjnë gjithë sa munden për të përmbysur këtë prirje dhe që njerëzit të kthehen. Government and institutions need to be very conscious of and do whatever they can to try to reverse this trend and have people come back. Now, while our foundation is not going to solve this problem, at the same time, Tani, megjithse fondacioni jon nuk do ta zgjidh këtë problem, kjo konsiderat lidhet me shumë prej punëve që bëjmë. Një nga arsyet pse I kushtojmë kaq shumë vëmendje programeve të arsimit dhe edukimit, apo aq shumë vëmendje teknologjisë dhe sjelljes së saj këtu, është potenciali I tyre për zhbërjen e pengesave dhe të shkojë përtej kufive gjeografik, duke krijuar mundësi kudo. Nuk ka nevojë të jesh në Silicon Valley për të punuar në teknologji, mund ta bësh këtu nga Tirana. Dje mbajta një fjalë për Plug and Play, një program që kemi zbatuar dhe që ka ndihmuar 22 startupet e reja në Shqipëri.